Hebie Hazinedari. Në një shkrim të sotëm, Baton Axhiu thoshte se në këtë vend tani prokurori është më i fortë se kryeministri. Duke komentuar vendimet e SPAK, Axhiu duket se ka ndryshuar qëndrim, pasi kur bëi fjalë për goditjen e opozitës, ai ishte pro SPAK, por tani për Ramën i ka dalë kundër. Si i cilësoni këto qëndrime? Zonjë, të përshtes. Tani, në qofë se keni harruar, po ju rikujtoj. Se Haxhiut i ka thënë në sy, në Hag, Slobodan Miloševići, ti e nash, ti e jyni. Haxhiu ka qenë agent personal i shefit të zbulimit Stanisic, të zbulimit të ish Jugosllavisë. Dhe këtu ai është ndërmjetësi i vllazërisë së Edi Ramës me Aleksandar Vučić. Është njeriu që mori pjesë në takimin me 4 sy dhe 2 ishin të Danjolit Sherks, personazhi i Recep Qoses, ishin Batonit ata 2 sy të tjerë aty. Ndaj dhe këta mos prit ndonjëherë që ky soj njerëzish ata në mision tërësisht në mburojtje të Edi Ramës. Në mburojtje të Edi Ramës. Prandaj dhe duhet t'i shumëzoj me 0